me punë Gjeni, ku të shijonte më shumë të pasurit të një restoranti dhe të gatuarit në Amerikë apo në Korçë? Në Korçë kishte është tjetër lloj atje. Këtu në Amerikë është tjetër lloj, nuk është njësoj, domethënë si në ashtu. Po në Amerikë njerëzit ta kthejnë pjatën, ta bëjnë, domethënë nuk më pëlqen kjo, nuk më pëlqen ajo, je detyruar t'ja kthesh, ndërsa në Shqipëri nuk guxon. Guxon njëri të pjatë. Po janë shqiptarë po të huaj. Shqiptarë po të huaj kthenin pjatën në restorant në Amerikë. Të huaj i kisha do me thënë nga mosha 50-60 vjetë e lartë, i kisha unë klientët tim. Janë ata që nuk gatuaj në shtëpi, që vinë hanë jashtë. E qartë. Po, ndërkohë, gatimet e tua kryesisht ishin me receta shqiptare, pra me mënyrën e të gatimit shqiptar, apo ku mbizotronin ato recetat e tua? Receta italiane, mirë po bënja edhe një dy shqiptare, për shembull bënja salmonin kacarol, që e thonë grekët e thonë salmon plaqi. Po unë e vura kacarol atje, kacarol se në menu. Edhe qoftet, do me thënë këto gjërat e tjera pasta ishin... Bëja ato kërnackat këshu si në Korçë? Super Korçë. Si në Korçë, po. Ata ecin ato, kishin shumë porosi? Po. U të smondën Amerikanët për kërnackat e Korçës? Po, janë... Qa të japës janë Amerikanët të gjitha janë. I ke mësuar se në një nga videot po thoshte pispili me fasule. U a ke mësuar Amerikanëve këto recetat tradicionale? Jo, pispili jo. Në restorante kam lafin, nuk kam bërë ndonjëherë pispili, po unë kam dëshirë që kur e bëj recetën, një recetë nuk e bëj njësoj gjithmonë, do t'jedh një gjë, do t'a provoj, kam qef t'i provoj gjërat. Eksperimentuese. Pa tjetër, Po, eksperimentuese jam. Gjatë këtyre viteve, Gjeni, pa tjetër ti rezaton shumë mirësi, shumë buzëqeshje në portretin tënd, po kam përshtypjen që gjatë këtyre viteve do kesh pasur shumë momente të vështira në jetesën tënde në Amerikë, në përditshmërinë tënde. Kë konsideron ti si momentin më të vështirë gjatë këtyre viteve? Vështirësinë më të madhe që mund të kesh përjetuar? Okej, pa tjetër që po, në fillim fare, kur erdha në Amerikë, isha pa gjuhë, pa gjë. Punonja në një supermarket, edhe fshihesha të them të drejtën, kur më vinin klientët atje që duhet të jepja ndonjë sanduiç ose kështu se lanja pjatat, edhe ndonjëherë kur mungonte ndonjë atje përpara më nxjerrin përpara për të shitur sanduiçe e gjëra të këtilla. Dhe unë nga që nuk dinja mirë anglisht, fshihesha. Se ata, për shembull, nuk e kuptonje dhe i theshje, çfarë më the? Edhe ata theshin, never mind. Mirë po së vinte mirë për të theshin never mind. Dhe pastaj mësoj të gjitha. Dhe u ahodhi të gjitha amerikanëve. Po. Ndërkohë, çfarë do u thoje të gjitha zonjave shqiptare, për shembull, që mund të jenë edhe në të 40-at, 50-at e më tutje dhe kam frikë të dalin në rrjetet sociale për të gatuar, çfarë frymëzimi u jep ti? Unë u them kur, mos thuaj kur. Do me thënë ato ëndrat që i kam patur gjithmonë në sirtar, ti bëjnë realitet. A ke një ëndër ti në sirtar që ende nuk e ke bërë realitet? Në qoftë se unë i bëj, çdo njeri mund t'i bëj ato. Patjetër, po a e ke një nga këto ëndrat ti në sirtar që ende nuk e ke bërë realitet, apo i ke arritur të gjitha? Si mendon? Po thuaj se i kam arritur, po thuaj se ato që kam dëshirë, do me thënë i kam bërë. Ka po thuaj se duhet ta ketë ndonjë ëndër që s'na e ka treguar ne, po shikoj jemi oguri mbar, ne thuaj se kush e di bëhet. Unë tash më iku mosha, desha të hap një restorant tjetër. Pak më parë na the kur mos thuaj kur, kështu që jam 65 tashi. 65 vjeç. 65 nuk dallon fare o Gjeni, po di të them që mirësia jote, buzëqeshja jote, pa diskutim që
janë auguri mbar për ty dhe kjo është gjë që ty të bën të veçantë edhe naturaliteti dhe natyrshmëria që ti ke në videot e tua, të cilat janë brillante. Më lër të them që sidomos me atë video virale unë kam qeshur pafund. Me atë të ngatrimit aty produktit. Thjesht je shumë e natyrshme në videot e tua dhe shumë komplimenta. Faleminderit, shumë faleminderit. Ka dhe përshëndetjen tipike, ndaj edhe unë do doja që për të na thënë mirupafshim ta bënte mbylljen vet për shembull Xheni, se kaq të këndshme që ti fillon dhe qëndron në video vetëm nga ajo përshëndetja me aq dashuri që bën, kështu që edhe ne duke falendëruar padyshim për gjithë energjinë e mirë që solli dhe duke shpresuar që do kemi mundësinë të takojmë dhe të provojmë gatimet e Xhenit, do dorim që mirupafshim ta bënte vet këtë prezantimin e fundit, ta bënte vet Xheni. Jepi Xheni. Kjo është një nga ëndrat e mia në sirtar, a? Televizioni. Ja momenti, duhet. Ja momenti, shiko. Dhe jesh ti në plan tani, edhe bëj një mbyllje si të duash ti të intervistës tënde, e ke ti në dorë, me që po flisim për ëndrat në sirtar. Që e kënaqësi e madhe, shumë e madhe, dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty, Xheni, ishte shumë kënaqësi edhe nga ne. Shpresoj që të takojmë një ditë. Patjetër. Shumë faleminderit shumë për gjithë energjinë e mirë sot. Faleminderit shumë. Mirupafshim, shumë faleminderit. Natën e mirë.